dhe superfuqi botërore janë duke u armatosur, është duke u diskutuar shumë për këtë temë? Mos dash zotit, kemi një luftë të tretë botërore, sepse kalojmë në diçka tjetër, luftrat konvencionale deri me tani, me përjashtim të Hiroshimas dhe Nagasakut pas luftës së dytë botërore, do thotë s'kem përdorim të atij arsenali që mund të them është me rus, dhe me të drejtë bota, bili mund të them, mund ta quaj fjala e vitit, jo e mujt, po si po, është fjala luftë. Dhe do thotë në çdo emisionin, mediume, në muhabete, në analiza, lufta si nocion sot përmendet si asnjëherë më parë ndoshta. Mirë, por rreziku i luftës po që se vije të një lufte tretë botërore është arsenali bërthamor, ose siç njihet në terminologjinë militariste, armët strategjike, që do thotë që përfshin armët nukleare, ndërsa armët konvencionale kryesisht hinë në domenin që do thotë janë jashtëzakonisht shkatruese, që ne kemi sot luftra, siç është lufta në Ukrainë, në lindjet e mesme, më herët ne kishim në Nagorno-Karabakh, në Armeni, Azerbajxhan, do thotë më herët kemi pas ne vetë luftuar këtu në Kosovë, dhe besoj që e tëra kjo, ky vorbulli tërë një situatë gjeopolitike në botë tregon që bota ka hyrë në një krizë jashtëzakonisht të rëndë për shkak të një, mund të them, leadershipi jo konsekuent. Pas luftës së dytë botërore kemi pas për shembull gjermanë kanë pas një Konrad Adenauer, francezë një De Gaulle, dhe mund të them ai nocioni për afrimit. Zakonisht në diplomaci njerëz e butë dhe të matur janë të nevojshëm. Unë e shoh deficitin që ne në Kosovë kemi kësi të butë pak, dhe mund të them ose të matur. Sepse njeriu duket në Maqedoni ka një fjali mes dibranëve dhe struganëve. Thot strugant në hermasin në herprejn, në 10 hermasum në herprejm. Do thotë e nevojshme është që edhe në jetë, edhe në kushte normale gjatë bashkëdialogimit me njerëz, duhet të kemi kujdes që të jemi njerëz që të komunikojmë dhe të afrojmë. Besoj që e tërë tema e sëndshme që do të ketë profileve të ndryshme nga aspekti psikologjik, sociologjik, po qoftë edhe nga natyra e fenomeneve të ndryshme dhe atë çka mund të sjellë një luftë, dhe besoj që kemi hyrë në atë fazën që njerëzit e kanë paniken e tillë se nuk e din çfarë pret e nesërmja. Sidomos kur e dim që kemi përjetuar. Aq më pak, aq më tepër, unë falë, kur ne nuk kemi në dispozicion, sepse për një luftë ose për çdo gjë në jetë duhet të jenë dy të pëlqimit. Por ndonjëherë kemi raste të shumta kur nuk bëhet lufta me pëlqim, por është dikush më i fortë që të sulmon. Dhe në këtë drejtim mendoj, pa hyrë në analizën dhe t'ju la rand me minutazh të nderuarve, mendoj që sot gjeopolitika botërore përcaktohet nga të fortit, dhe mendoj që ne edhe si gjeni kemi nevojë. Unë bili me këtë përfundoj këtë sekuencën e parë. Margaret Thatcher ka qenë një kryeministre, do më dha tash kompliment femrave. 1979-1990 kryeministre që ka pas një background jashtëzakonisht një pekuri të madhe politike. Dhe ka një citat pyetet nga gazetarët një rast, dhe bën një analogi me Churchillin. Thotë si arritet i këtë famë. Thotë shef, burrat, një ide e mirë vjen nga burrat, një veprim i shpejt vjen nga femrat. Dhe do thotë ne kemi nevojë që edhe këto dy gjeni, po flas në rastin tonë këtë rast, të kemi elitë të tillë. Kosovën e kemi një shtëpi të mirë, por e ndit mbrana nuk i kemi rregull. Po thu që më ardh femra më shumë për shtet me marrë vendime më të shpejta, a? Jo, është filozofi tjetër. Femrat, veprimet, kur ke diçka ngotit, din me bot, din